Blendi Klosi ndahet nga gruaja, misteri që i ndau pas 18 vitesh të fshehtat e dasmës së tyre. Sekretari i përgjithshëm i PS-s, Blendi Klosi, është ndarë nga bashkëshortja e tij, Nora Klosi Gega, pas 18 vitesh martesë. Kërkesa për divorc është depozituar në gjykatë në muajin tetor 2024 nga Nora Klosi dhe vendimi për shkurorzim është marrë një ditë para Shën Valentinit, më 13 shkurt 2025 nga gjyqtari Artan Çupi. Blendi Klosi dhe Nora Gega u martuan në vitin 2007 dhe bashkë kanë 2 fëmijë. Por pas 18 vite së bashku, çifti vendosi të divorcohet duke i dhënë fund martesës për shkaqe që ende nuk dihen. Sipas vendimit të gjykatës Tiranë, në muajin tetor 2024, çifti Klosi kishte nënshkruar një marrëveshje notariale ku binin dakord të divorcoheshin, por njëkohësisht vendosnin edhe kriteret detyruese për fëmijët e tyre të mitur. Është publikuar foto të dasmës së ish-ministrit Blendi Klosi me Norën, zbulonit të fshehtat që shoqëruan ditën kur ata të dy vendosën të japin fund beqarisë në vitin 2007. Të fshehtat e dasmës së Blendit dhe Norës, nëse do të takonit sot Norën dhe Blendin, lehtësisht do të vinit re se i ka zënë gripi. Për këdo, do të dukej e çuditshme në stinën e nxehtë të verës, por është e vërtetë. Kjo për të vetmen arsye se çifti i posamartuar në ditën e tyre të dasmës kanë bërë diçka ndryshe nga të tjerët. Me të mbaruar ceremonia e organizuar më së miri, nuk kanë pritur gjatë, por janë hedhur në pishinë. Fillimisht ka qenë Blendi ai që është drejtuar ujë të freskët, ku me vete ka dashur të tërheqë edhe Norën. Fustani i bardhë dhe stilimi i flokëve e bënin nusen të hezitonte, por nuk i ka rezistuar gjatë lutjeve të ftuarve që ta shihnin dhe atë në ujë. Një puthje zjarrt për dashuri është këmbyer mes çiftit të bërqull. Siç shihet dhe nga fotot, Blendi është detyruar të mbajë kostumin që kishte veshur që në fillim, ndërkohë që Nora është ndodhur e përgatitur. Ajo e ka ndëruar atë me një tjetër të përgatitur nga stilistja Enada Atnikolla. Ceremonia përmbyllëse është organizuar në vilën Toskana, krejtësisht intime, me miqt dhe njerëzit më të afërt të çiftit. Ka ndëfryer përgjatë gjithë natës, në të cilën është vënë re se Blendi Klosi, përveç se një politikan dhe negociator i zoti, është edhe një kërcimtar i mirë.